Bashkëshorti i Hajrie Rondos nuk u kujtua askush për të. Po të lë amanet fëmijët, ki kujdes për ta. Këto kanë qenë fjalët e fundit që aktoria e mirënjohur Hajrie Rondo i ka thënë të shoqit para se të ndajë nga jeta në moshën 66 vjeçare. Rondo u shua në himar në shtëpi, ndërsa pranë vetes kishte të bijën Klean dhe të shoqin Kiço. I prekur dhe i dobët, ai tha se ishte e ndërgjeshme deri në çastet e fundit. Madje në mëngjes, rreth orës 9, më la disa porosi. Mu duk se e ndjehu. Tha që t'i kem kujdes fëmijët, ta nderojmë. Aktoria prej muajsh vuante nga një sëmundje e rëndë, madje 2 muaj më parë, ajo ishte nështruar një ndërhyrje të vështirë. Nuk u kujdes askush për të. E haruan të gjithë. E haroi dhe politika. Pati një ndërhyrje kirurgjike të vështirë kohët e fundit. Kush u kujtua për të? Askush, tha Kiço Rondo. Kanë jetuar një jetë së bashku. Ai ka qenë pranë saj në ditët më të suksesshme të bashkëshortes, kur imazhi në skenë e ekran ngrihej bashkë me rolet ku shëlqente, duke sjellë dritë në jetën e spektatorëve dhe shikuesve. Ishin bashkë deri në çastet e mbram, kur frymarrjet e Hajries u ngadalsuan. Unë do ta mbaj mend si grua të përkryer, thot Kiço Rondo, duke shtuar: ju gazetarët mund të flisni më mirë se unë për të. Ju e keni njohur mbase edhe më shumë se unë. Bëheni si të mendoni.